Kush mendon që këtu në Vil është një person që është i mbi vlerësuar, pra që thua që se kuptoj pse ja ka dhënë kaq. Po. Merr më shumë se ç'meriton. Po, domethënë merr më shumë se ç'ai meriton. Nuk i meriton atë që po merr, kupton? Qoftë edhe nga publiku, qoftë edhe këtu. Domethënë është ndryshe, më lër ta sqaroj pyetjen. Domethënë është ndryshe nga ai personi që hiqet dhe në disa situata ke parë që nuk është ashtu siç hiqet. Pra, ishte më shumë pjesa mbi vlerësia, pyetje tjetër. Po, mi vlerësim. Ti është kush është më fake. Po, mbajmë 3 herë. Mbajmë mi vlerësimin pra. Hajde. Unë mendoj që këtu ka shumë nga ata që janë të nënvlerësuar. Pakos pyeti kush është mbi vlerësuar. Të mbi vlerësuar. Shtëpia avokatisë, avokati popullit. Kush i nënvlerëson këtu? Gjithë kanë marrë çka kanë merituar fut kot. Hajde Krista. Mendon se ka ndoshta edhe s'ka për mendimin. Dikush është i mbi vlerësuar, Krista, ose pi? Ose pi. Kush është më i mbi vlerësuar? Ose pi. Domethënë është i mbi vlerësuar për punën që bën, për gjërat që bën, ndoshta bën bisht punës. Okej, do unë nuk di, për zotin nuk di, kështu do themi emër që e di që s'do i ngeli kurrë hap. Nuk është sa. Po ja pra tash o zemra jo.